Aloe vera në shtëpi të shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 3 probleme. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv, që përfshin polisaharidet, vitaminat, enzimat, aminoacidet dhe mineralet, të cilat do të nxisin edhe përthithjen e ushqyesve të duhur. Nëse nuk e keni ende një lule aloe vera në shtëpi, ju sugjerojmë që ta mbillni menjëherë edhe ta përdorni gjithashtu si për pamjen tuaj të jashtme për problemet e fytyrës dhe organizmit tuaj. Mund ta përdorni edhe për emergjencat si gërvishtjet, prerjet dhe problemet e lëkurës. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12, e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ky është një lajm shumë i mirë për vegetarianët, të cilët shpesh nuk marrin sasinë e duhur të vitaminës B12 përmes dietës së rregullt të tyre ushqyese. Të tjera studime kanë treguar se të marrësh aloe vera ndihmon në disponueshmërinë biologjike të vitaminës B12, që do të thotë se trupi mund ta përthithë dhe ta përdorë atë më kollaj. Kjo mund të parandalojë mungesën e kësaj vitamine. Aloe vera gjithashtu është një burim i shkëlqyer i vitaminës A, vitaminës C, vitaminës E, acidit folik, kolinës, B1, B2, B3 dhe B6. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacide thelbësore që kërkon trupi i njeriut. Ajo përmban gjithashtu acid salicilik që lufton inflamacionin dhe bakteriet. Aloe vera ka shumë minerale duke përfshirë kalciumin, magnezin, gjithashtu edhe zinkun, kromin, selenin, natriumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe manganin. Të gjitha këto minerale bashkëpunojnë për të forcuar rrugët metabolike. Aloe vera përmban gjithashtu enzima të rëndësishme si amilaza dhe lipaza, të cilat ndihmojnë gjithashtu në shqetësimet tuaja të tretjes, duke shërbyer edhe kundër dhimbjeve, dhiamit dhe molekulave të sheqerit. Një molekulë në veçanti mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacioneve dhe të sjellë gjithashtu edhe përfitime më të mira të shëndetit. Sipas ekspertëve, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i aloe verës sipas WebMed. Ajo është e pasur me vitamina dhe minerale mjaft të rëndësishme. Aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë si antioksidant, të cilët janë shumë të rëndësishëm për vitalitetin e trupit. Aloe vera është një produkt fantastik në luftën kundër problemeve të kapslëkut. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë për të përmirësuar kështu lëvizjen tuaj të zorëve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si një zgjedhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë në konsult me mjekun tuaj. Filloni me doza të vogla dhe më pas zgjidhni lëngun nga pjesa e brendshme e gjethes. Aloe vera është një bimë fantastike edhe në betejën e shëndetit tuaj kundër problemeve të lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë gjithashtu një shkaktar i akneve. Duke ndikuar në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjendjen e lëkurës dhe ta bëjë atë gjithashtu më të shëndetshme dhe më efektive. Përdorime të tilla të aloe verës mund të ndihmojnë edhe në kontrollin e luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Një studim i vitit 2015 zbuloi se përdorimi i ekstraktit të aloe verës mund të reduktonte ndjeshëm gjithashtu edhe ndikimin e sheqerit duke mbajtur atë nën kontroll. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore. Vitamina C, vitamina E te lëngu i aloe verës do të funksionojnë gjithashtu si antioksidant, që ndihmojnë në reduktimin e inflamacioneve. Ato luftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë edhe probleme të ndotjes dhe ekspertët tregojnë se mund të përmirësojnë edhe të ndihmojnë në rigjenerimin e trupit. Aloe vera do të përmirësojë sistemin tuaj imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, aloe vera ndihmon sistemin imunitar, duke mbështetur kështu edhe procesin e shërimit dhe përmirësimin e funksioneve mbrojtëse të trupit. Aloe vera është një bimë shumë e mirë, e cila mund të ndihmojë ndjeshëm shëndetin tuaj gjithashtu edhe në betejën kundër urthit dhe refluksit.
Një tjetër studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës ndihmon në lehtësimin e simptomave të refluksit të acidit te personat me këtë çrregullim. Aloe vera mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Një studim i vitit 2024 sugjeroi se personat të cilët pinë lëngun aloe verës mund të lehtësojnë gjithashtu edhe problemin e triglicerideve në trup dhe të sjellin rezultate fantastike për shëndetin e përgjithshëm. Përdorime të tilla të aloe verës do të ndikojnë pozitivisht në rigjenerimin e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Nëse doni të përfitoni më shumë nga bima aloe verës, përdoreni atë me kujdes dhe vazhdimisht në dietën tuaj. Aloe vera mund të shquhet si një produkt fantastik edhe në ushqyerjen e shëndetshme të lëkurës. Xheli aloe verës shërben gjithashtu edhe për të ushqyer lëkurën tuaj. Megjithatë, nëse e përdorni me kujdes, mund të jap më shumë përfitime, mos e egzagjeroni pasi mund të kthehet në efekt të kundërt. Aloe vera mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe për zbutjen e flokut. Xhelin e aloe verës mundeni ta përdorni për të zbutur gjithashtu edhe flokët. Pas lyerjes, flokun me xhelin e përditshëm mund ta mbani për disa minuta. Më pas e shplani atë me ujë të ngrohtë dhe kështu do të keni rezultate fantastike për gjendjen e flokut tuaj. Rezultate të tilla do t'japin edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Aloe vera është një bimë fantastike edhe në luftën kundër problemit të akneve dhe mund të jetë gjithashtu një mundësi e shkëlqyer në këtë aspekt. Aloe vera ndihmon kundër akneve duke eliminuar kështu inflamacionin, skuqjen edhe bakteriet. Xheli i aloe verës mund të përdoret gjithashtu si mask, duke u vendosur pak xhel në zonën e prekur dhe mund ta lini ashtu për disa minuta dhe më pas ta shplani me ujë të rrjedhshëm. Aloe vera mund të zhdukë gjithashtu edhe zbokthin në flokun tuaj. Përdorime të tilla të aloe verës do të ndihmojnë personat të cilët kanë probleme me zbokthin, duke ndihmuar në rikthimin e flokut në një gjendje më të mirë dhe duke evituar kështu problemet që mund të shkaktojnë edhe rënien e tyre. Ekspertët këshillojnë aloe verën në luftën kundër problemeve të kapsllëkut. Aloe vera funksionon edhe si laksativ në rastin kur vuani nga kapsllëku, por nga ana tjetër mund të shkaktojë dhimbje stomaku, diarre dhe simptoma të tjera të pakëndshme. Ndaj ekspertët këshillojnë që ta përdorni me kujdes dhe brenda normës së lejuar nëse doni të lehtësoni problemet tuaja të kapsllëkut. Aloe vera mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në rastin tuaj, por mund të shmanget në disa raste, sidomos kundër ndërveprimit me ilaçet. Nëse doni që ajo të mos ndikojë negativisht në çështjen tuaj, nëse jeni duke marrë ilaçe për probleme të caktuara, është mirë ta shmangni. Kështu do të keni edhe shumë përfitime nga vlerat e saj dhe gjithashtu aloe vera mund të shndrohet në një produkt mjaft të mirë edhe kundër komplikacioneve. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave të cilat bëjnë mrekullin për sistemin tretës. Veçanërisht përmendim këtu enzimat që ndodhen te aloe vera që ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe gjithashtu edhe të yndyrnave të cilat mund të shkaktojnë edhe probleme me tretjen. Aloe vera mund të ndihmojë si një produkt fantastik në betejën kundër problemeve të lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar vazhdimisht për përfitimet që do të bëjë aloe vera në lëkurë. Aplikimi i saj her pas here në këtë aspekt mund të jetë një zgjidhje fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Aloe vera është një bimë shumë e mirë edhe kundër problemit të akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, ajo luan një rol fantastik në problemet që lidhen me aknet. Zinku do të reduktojë kështu edhe yndyrnat që prodhon lëkura. Disa studime kanë treguar se këshillohet të përdoret vazhdimisht aloe vera edhe kundër këtyre komplikacioneve. Kështu rezultatet që do të keni në këtë aspekt do të kthehen në një element të plot dhe pozitiv kundër këtyre shqetësimeve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.